që kemë mësuar që vendet e zhvilluara shesin produkte finale, kurse vendet e varfna e shesin landën e parë. Kosova ka fillu me i shit thëngjell Maqedonisë dhe për 3 vite të ardhshme e furnizon Maqedoninë me thëngjell, ajo na shet rrymë. E kush i kontrollon çdo termocentrale? A shqiptarta? Ja, e mafia energjetike. Tash, s'po e du gazin amerikan, po e du me ble rrymë. Nuk është dhe premadhëtar, nuk është në interes të Kosovës, e sidomos që në interes të qepit qytetarëve të Kosovës. Kjo ka refuzu Counter Global, edhe në 2021 e ka refuzu gazin amerikan, po këqërit çmimet, sa artu ka rritë çmimi i energjisë. Ata marrim një shembull. Zvicra është ndër vendet më demokratike në botë. A kish pranuar një shtet demokratik në botë, si Zvicra, me i pas 14 miliardë tonelata thëngjell, po me i lanë qytetarët e vetë pa rrymë, se mos harrot gjysma e Kosovës gjatë të ndimit është pa rrymë, komuna e Ferizajt, fshatrat, i mysin me ndërprerje rryme. A kish pranuar Zvicra me i pas 14 miliardë tonelata thëngjell në tokë, e qytetarët e vetë edhe me pagu rrymën, sa dejnë gjysën e rrogës, edhe mos me pas rrymë. S'ka vend demokratik që nuk ishtë ndërtu termocentral. Nuk ka vend demokratik në botë. Po të na, kjo është në mesin e shumë pyetjeve që kur Kosova nuk ka marrë përgjigje nga kurti. Pse me ble për mafjes, pse mos me prodhu vetë. Pyetja thjeshtë. Si mendoni në fakt që do të perceptohet, mund të themi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës